Kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila, shoqëruar nga bashkëpunëtor, sot ka vizituar disa zona të komunës së Gjakovës që janë përballur me përmbytje. Ajo pa nga afër dëmet e shkaktuara nga vërshimet që ndodhën ditëve të fundit në këtë komunë. Për ne është shumë e rëndësishme edhe si përfaqësues të këtij vendi, po edhe nga aspekti legjislativ të shohim për afër problemet e gjithashtu edhe të kemi ide për planet e menjëhershme që duhet ndërmiren edhe afatmesme. Kusari Lila tha se dëmët janë shkaktuar kryesisht nga faktorët natyror, por sipas saj nuk duhet lënë anash as faktori njeri. Ajo theksoi se pranë lumenjëve janë vërejtur mbeturina të ndryshme dhe mbetje inerte, të cilat kanë ndikuar në përkeqësimin e situatës. Përkundri që janë vërshime të cilat shkaktohen në masë edhe nga shkrirja e borës në pjesën malore, po gjithashtu edhe nga rritja e rreshjeve, prap janë të parandalueshme dhe në vazhdimsi në disa pika në komunën e Gjakovës ku ishim vërehet se dominante është edhe papërgjegjësia faktorit njeri. Hudhja mbeturinave në veçanti edhe inerteve dhe kontrolli ose mungesa e kontrollit të inerteve po i sjell te rritja e pakontrolluar e nivelit të lumejve. Gjatë vizitës së saj, Kusari Lila qëndroi edhe në rrugën Shote Galica, rrugën Femia Gani, si dhe në disa lagje të tjera të qytetit, ku përmbytjet kanë shkaktuar dëme materiale.